shpati dërgon një sinjal të fortë Selvias pas ndarjes. Gjatë javës së kaluar, mediat kanë zbuluar se çifti i njohur Selvia dhe shpati kanë përfunduar marrëdhënien e tyre, një lajm që kanë tronditur fansat dhe publikun e gjerë. Në llogarinë e tij në Instastory, Shpat Kasapi ka dhënë një aluzion për ndjenjat e tij pas ndarjes, duke ndarë një video që shpreh emocione të thella. Një pjesë e tekstit të baladës që ai postoi thotë: "Nuk du me u nda, gjë që bën të dukshme se ai ndihet i penduar për vendimin e madh." Shpatja dhe Selvia kanë ndarë shumë vite së bashku dhe marrëdhënia e tyre ka qenë shpesh herë në qendër të vëmendjes së mediave rrugës. Një lidhje e tillë e cila ka kaluar përmes sfidave dhe ngjarjeve të rëndësishme në jetën e tyre, tani ka marrë një kthes të papritur, duke lënë të gjithë pa fjalë. Me kalimin e viteve, çifti ka ndarë momentet e paharrueshme me fanatikët e tyre, dhe si të tillë, ndarja e tyre shkakton shqetësim mes atyre që i mbështesin. Çfarë do të sjellë e ardhmja për ta? Kjo është pyetja që tani zëvendëson të gjitha bisedat rreth marrëdhënies së tyre. Për t'u informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.